Mundet? Po. Mirë, sot para se të nisem në Kumanov për të shpreh ngushtimet familjes Ademi, për ngjarjen që ka ndodhur në Kumanov Pardje, e lexova raportin që e kishte përgatitur Inspektorati Sanitar Republikan dhe mbasi e lexova raportin që mu dorëzua në Ministrinë e Shëndetësisë, me njerë e shkarkova drejtorin e Spitalit të Kumanovës dhe prej sot drejtori Spitalit të Përditshëm të Kumanovës është i shkarkuar. Nesër, mbas disa konsultimeve që do ta bëj me ekipin tim në ministri, besoj se do ta emërojmë drejtorin e ri të Spitalit të Kumanovës, kurse ekipi profesional i mjekëve, prej 5 ekspertëve të mjekësisë, do t'i analizojnë të gjitha dokumentet dhe të njëjtat do të dorëzohen në prokurori. Matutje, për përgjegjësinë profesionale të mjekëve e kanë për obligim që ta bëjnë organet e hetuesisë dhe gjykatës. Besoj se çdo person që do të bëjë gabime, edhe në organizimin e spitalit, po edhe në trajtimin e pacientëve, do të jep përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Da, bevo семејството да изразам сочувство до семејството на починатиот 32 годишен Ведат Адеми. Пред да дојдам тука, да изразам сочувство, го прочитав извештајот што беше подготвен од Државниот Републички санитарен инспекторат и во него може да се констатира многу лесно дека веќе има предуслови, да речам, за да се разреши директорот на Општата болница во Куманово и пред да излезам од министерство, веќе директорот е разрешен од таа позиција. Се надевам дека утре, по консултации со колегите во министерството, ќе назначиме нов директор на Општа болница во Куманово. Целата документација сега треба професионалниот тим кој што е направен од Министерството за здравство да дојдат и да ги разгледаат сите документи уште еднаш и потоа сите ќе бидат предадени во обвинителство. Се надевам дека судството ќе донесе правична одлука доколку постои лекарска грешка. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека и тие што водиме институции, па и тие што лекуваме пациенти, доколку има некакви пропусти, мора да се одговара. Затоа од утре јас се ве известам и Министерството ќе излеземе со името на новиот директор на Општа болница во Куманово. Што вели точно извештајот на ДЗС? Јас не би сакал денеска да зборам за тоа. Знам дека има одредени работи кои што се неправилни, не се како што треба. Затоа веќе постојат и услови за да се разреши тој што ја води институцијата и затоа ви кажав дека директорот е веќе разрешен. На кои пропусти конкретно се однесува? Што е тоа што е направено? Јас мислам дека не е коректно пред јавноста да кажеме работи кои што треба потоа да се дадат и на професионалната комисија и на обвинителството, да кажеме од сега. Меѓутоа мислам дека веќе постојат индиции дека тој што ја организира работата во болницата требало да внимава и да не се случуваат такви работи. Nesër në kolegiumin e Ministrisë së Shëndetësisë do t'i marrim emrat e mundshëm për drejtor të ardhshëm të Spitalit të Përditshëm të Kumanovës dhe besoj, po sigurt nesër do ta emërojmë drejtorin e ri. Si Ministri e Shëndetësisë keni drejtë të merrni licencën e doktorit në fjalë Zoran Gjeorgjevski, i cili ka qenë ish deputet i VMRO-s dhe në një mënyrë po ka një mburojje politike, një mbrojtje duke qenë se edhe ish drejtorët e tjerë janë anku, nga ai se ka pasur shumë ankesa dhe asnjë rast nuk është ndërmarrë konkret. Ka pas lehon të vdekur në këtë spital, ka pas edhe shumë pasoja të tjera, mirë po ai është pothuajse i paprekshëm. Ka informacione që ai vjen në punë dhe i teu. Unë e di që komisioni profesional i formuar prej Ministrisë së Shëndetësisë, nesër ose mbas nesër duhet ta shqyrtoj komplet dokumentacionin dhe mandej komplet dokumentacioni dorëzohet në prokurori. Gjykatat vendosin, unë s'mund të hyj në pozicionin e gjykatësit, prokurorit, policit. Unë jam Ministri i Shëndetësisë, unë përgjigjem për organizimin e organizatës shëndetësore, konkretisht këtu bëhet fjalë për Spitalin e Përditshëm. Unë atë që mund të bëj urgjentisht ishte shkarkimi drejtorit dhe kjo është bërë. Më tutje duhet mbasi të konstatojnë lëshimet
органите hettimore duhet gjykata të vendose. Unë s'mund ta bëj edhe punën edhe prokurorit. Është nga ministria. Jo, nuk është nga ministria, është nga oda e mjetëve. Gjithsesi, mbasi ta marrim raportin, ne do ta dorëzojmë edhe në odën e mjetëve. Ka dyshime nga familjarët se mund të keq interpretohen raporti i autopsisë duke qenë se ka ndikim politik ky rast. A mund të na siguroni që do të thuhet e vërteta duke qenë se është dokumenti krucial edhe për hetimin i cili do zhvillohet? Patjetër që mjekësia ligjore nuk mundet të falsifikon diçka ose të bën më ndryshe, a unë do të bisedoj edhe me drejtorin e mjekësisë ligjore që edhe garantoj se praktikisht komplet procedura e autopsisë do të bëhet ashtu si duhet dhe rezultatet do të jenë reale. Kome će biti naznačen novi? Utre će biti naznačen novi direktor. Kažav na albanski jezik, utre će sedneme so ekipata vo Ministarstvu za zdravstvo da gi razgledame 2-3 možni imenja od kogo će go postavljene za nov direktor na opšta bolnica. Direktor je razrešen? Ne znam da li je informiran, jaz vi kažem дека од Министерство nije го разрешил. А како е статусот на лекарот кој што во моментот бил на работа? Кажав, ја тоа што можам да го направам како министер одма е да разрешам тој што ја организира здравствената установа, додека има професионална комисија, потоа се дава во обвинителство. Јас не можам да видам и обвинител, и судија, и полицаец. Јас мислам дека по инспекцијскиот надзор од санитарна инспекција дека треба нов раководител во Куманово и веќе од утре ќе биде поставен нов директор. Од редовите на болницата? Секако од редовите. Ministër, ne të pritëm te spitali, duke qenë se je ministri i shëndetësisë, për çfarë arsye e spostuat presin këtu në qendër? Unë mendoj se duhet të emërohet drejtori i ri e pastaj të vinë në spital. Министар, зборуваме за почитување на толкови правила, прописи. Зошто вашите автомобили се паркирани на прописни патишта? Треба да ги казнат веднаш. Ministër, lidhe me premtimi për punësimin e 6 specializantëve të rinj. Dedikohesh Është në procedurë, disa spitale veç kanë hap konkurse. janë ngecje. Jo, nuk kanë ngjecje, domethënë bëhet fjalë për 2000 punësime. Keni parasysh, nuk është 150 punësime, janë 2000 punësime. Disa prej spitaleve, klinikave veç i kanë hap konkurset, janë duke i punësuar njerëzit, specializantët veç janë hapur konkurse, disa edhe janë përmbyllur. Këtë javë e kishim me kryeministrin që ta bëjmë një preskonferencë për 100 të punësuarit, por ndodhi tragjedia e Koçanit edhe e spostuan për javën e ardhshme. Kur jemi te spitalet e kishit edhe një premtim në fund vitit kaluar se në fillim të vitit 2025 do të nisë spitali i Kërçovës, i cili Gjon fillim, thash se jemi duke negociuar me disa kompani, të cilët kompani shtete, me të cilët mund të bëhet marrëveshje shtet me shtet, Maqedonia me ato shtete, që ta marrin përsipër ndërtimin e 2 spitaleve kryesore, thash për Kërçovën dhe për Shtypin, dhe ende s'ka nisur procedura e prokurimit. Kur të nise do të informoheni, po besoj se në gjysmën e dytë të këtij vitit do të kemi marrëveshje dhe do të fillojmë punimet atje. Има ли некоја промена во однос на состојбата на поведението? За сега нема, ја затоа и брзам сега, во Трипол имаме повторно состанок на кризниот штаб. Само министер, ще едно прашање, дали знае вашиот коалицијски партнер за смената на директорот, со оглед што дека е партијско решение? Секако, нон-стоп сме во координација, така да секако дека каде што има грешки, едни на други бараме да има одредени промени и ги правиме. Благодарам. Опа.